Përfundova në spital në gjendje të fikti 4 herë. Gazetaria preket nga virusi pasi konsumoi fileto me salmonel. Gazetaria Restina Skënderi ka rrëfyer se si përfundoi për ditë me radhë në spital nga salmonela e pulave që qarkulluan në Shqipëri, pavarësisht se ishin evidentuar me bakterin e rrezikshëm. Skënderi shkruan se kishte pësuar gjendje të fikti më shumë se 4 herë dhe se kishte përfunduar në spital. Para një muaji pasi konsumova ushqim në një restorant që në përmbajtje kishte fileto pule, përfundova në gjendje të fikti prej më shumë se 4 herësh. Në analiza rezultoi se isha prekur nga një virus i familjes së salmonelës. U desh të shtrohesha në spital me ditë që të stabilizohesha, qartasi në Shqipëri. AKU-ja është institucioni më i papërgjegjshëm që ka ky vend. Prej vitesh dëgjoj që në tregjeton avion qarkullojnë ushqime që janë të ndaluara apo kanë përmbajtje që dëmtojnë rënd shëndetin dhe askush nuk merr masa trepta për të parandaluar situata të tilla. Ajo që më shqetëson më shumë për këtë çështje është se tek çerdhet apo shkollat që shkojnë fëmijët konsumohen fileto e pulës. Kush na siguron ne që fëmijët tanë nuk kanë konsumuar nga ky produkt me salmonel? Kush na siguron që ky produkt nuk është përndar më parë në treg? AKU je institucioni që duhet të shkrihesh për pa aftësinë që tregon prej vitesh, shkruan Skënderi.